së Kosovës, minus ata deputet të cilët kanë marrë leje paraprakisht nga kryetari i kuvendit dhe kandidati i cili merr 80 ose më shumë vota nga votat e gjithë deputetëve në raundin e parë dhe dytë do të zgjidhet. Ju njoftoj edhe një herë që vetëm leje ka marrë nga deputetja Ferdita Hajrizi, që për arsye shëndetësore ka pasur të pamundshme që sot të jetë e pranishme në këtë seancë. Nuk kam pranuar asnjë njoftim me shkrim apo në ndonjë formë tjetër për arsyet e mungesës deputetëve nga radhat e partive opozitare pra në këtë seancë. Gjykata në këtë akt gjykim, pra edhe një herë për hir të transparencës, sepse po shoh edhe tituj të ndryshëm në portale, këto nuk janë pretendimet mia. Këto janë lexime bazuar në akt gjykimet e gjykatës kushtetuese. Pra pikërisht në këtë akt gjykim, gjykata thotë se deputetët e kuvendit janë përfaqësues të popullit, bazuar në nenin 70 Kushtetutës Republikës së Kosovës, për më tepër lidhur me obligimin e tyre si deputet. Neni 74 i Kushtetutës siguron se deputetët e kuvendit Kosovës do të ushtrojnë funksionin e tyre në interesin më të mirë të Republikës së Kosovës dhe sipas Kushtetutës, ligjeve dhe rregullorës së kuvendit. Në këto rrethana thotë, të gjithë 120 deputetët e kuvendit duhet të ndjehen të obliguar sipas Kushtetutës, ligjit për deputet, rregullorës së kuvendit dhe kodit sjelljes të marrin pjesë në seancat plenare të kuvendit dhe të përkrajnë procedurat që parashihen aty, por mbi të gjitha një obligim vis-a-vis për njerëzit e Kosovës që i zgjodhen ata, thuhet në këtë akt gjykim. Zgjedhja e presidentit thuhet në pikën 84 të këtij akt gjykimi, i cili sipas nenit 83 është kreu i shtetit dhe përfaqëson unitetin e njerëzve të Republikës Kosovës, është e një rëndësie kaq të madhe sa që të gjithë deputetët si përfaqësues të popullit Kosovës duhet ta konsiderojnë si detyrën e tyre kushtetuese, përveç nëse ju lejohet nga kryetari i kuvendit mungesa pra në këtë proces të përzgjedhjes së presidentit, siç përcaktohet në nenin 86 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Si që jeni në dieni, në seancën e datës 5 mars, unë jam drejtuar gjykatës kushtetuese në raport me mungesën e deputetëve në atë seancë. Dhe gjykata kushtetuese ka thënë që kjo çështje tashmë është e gjykuar e ka konsideruar si çështje res judicata. Dhe është bazuar në gjykimet të cilat po i referohem edhe unë. Dhe bazu edhe në dokumente tjera që përmenda edhe më herët, deputetët janë të obliguar të ushtrojnë mandatin e tyre në interesin më të mirë të Republikës së Kosovës. Prandaj më lejoni që edhe një herë t'i ftoj deputetët, t'i lus ata që të jenë të pranishëm në këtë seancë ku e kemi si pikë të vetme të renditditës zgjedhja e presidentit të Republikës së Kosovës. Në vend që të bëjmë presion, pra, në vend që të tërhiqen nga deklaratat që i bëjmë presion kandidateve që të tërhiqen nga gara, që është në përputhje të plot me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, i ftoj ata që të vinë dhe nëse kërkojnë fjalë do t'uaj kalojmë edhe fjalën, por jo që të flasin nga zyrat e tyre apo nga ambiente tjera për sa kohë po zhvillohet kjo seancë. Këtu është vendi ku flasim, argumentojmë edhe juridikisht edhe politikisht. I lus ata që të vinë në këtë seancë ku si pikë e renditditës është zgjedhja e presidentit të Republikës së Kosovës. E kam për detyrim që t'i referohem sërish edhe dokumenteve ndërkombëtare që ndërlidhen me rolin e mazhorancës, por edhe opozitës. Pra, si që përmenda dhe më herët, është raporti i Komitetit për çështje politike dhe demokratike. Në këtë raport thuhet që është e pamundur të ndahen të drejtat e opozitës nga përgjegjësitë e saj. Ato përbëjnë gjithashtu detyrime që duhet të përmbushen në një mënyrë që siguron që e mira përbashkët të ketë përparësi ndaj interesave afatshkurta të partive dhe dallimeve politike. Po ashtu, bazuar edhe në Komisionin e Venecias, kur flasim për vendimarrjen efikase, thuhet që shumica duhet jetë në gjendje të ndjek agjendën e saj politike, ndërsa opozita nga ana e saj nuk duhet të angazhohet në pengimin e qëllimshëm të punës normale të parlamentit. Ndërveprimi midis shumicës dhe opozitës duhet të respektojë gjithmonë domosdoshmërinë për të siguruar një ekuilibër të drejtë midis interesave legjitime të shumicës dhe atyre të opozitës, me të dyja palët që mbajnë një detyrim politik për bashkëpunim besnik dhe konstruktiv. Gjithashtu Komisioni i Venecias trajton edhe rastin e Malit të Zi, ku edhe këtu përmend që opozita duhet të shprehë pamjet e saj në parlament dhe bojkoti justifikohet vetëm në mënyrë të jashtëzakonshme.
Në këto konstatimet paraqitura më lart, siç e përmenda edhe më herët, pra bojkoti i seancës për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës shkon në kundërshtim edhe me gjykimet e gjykatës kushtetuese, por edhe me këto parime tashmë të përcaktuara. Unë kam para vetes edhe shumë rezoluta të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, të cilat i referohen rolit të mazhorancës dhe rolit të opozitës, ku në njërën prej tyre, pra është 2560, thuhet që një bojkot i organizuar i punës së parlamentit nga opozita është i lejushëm vetëm rrethana të rralla dhe ekstreme, kur vihet në pikpyetje legitimiteti i parlamentit. Nuk jemi në një rrethan të tillë. Kuvendi i Republikës së Kosovës ka legitimitet të plot dhe është duke i zbatuar detyrat kushtetuese për zgjedhjen e presidentit të vendit me mandat 5 vjeçar. Më lejoni që edhe një herë t'i bëj thirrje deputetëve të kuvendit, tashmë emra të përveçshëm, që të vinë në seancë. Po i thras vetëm deputetët të cilët nuk janë të pranishëm në këtë seancë: Adem Hoxha, e lusë që të vi në seancën për zgjedhjen e presidentit; Albana Bytyqi, po ashtu e lusë që të vi në seancën për zgjedhjen e presidentit; Anton Çuni, e lusë që të vi në seancën për zgjedhjen e presidentit; Arben Mustafa, po ashtu i bëj thirrje, e lusë që të vi në seancën për zgjedhjen e presidentit; Arnore Salihu, e lusë që të vi në seancë; Arian Tahiri, po ashtu; Ariana Musliu Shoshi, i bëj thirrje që të vi në seancë; Artan Behrami, i bëj thirrje që të vi në këtë seancë; Abdullah Hoti, po ashtu i bëj thirrje që të vi në këtë seancë. Po i përmend vetëm emrat e deputetëve që nuk janë të pranishëm. Bedri Hamza, i bëj thirrje që të vi në seancën për zgjedhjen e presidentit. Po e dëgjojmë bashkë kryetarin e kuvendit që po i fton deputetët një nga një që të vi në seancë. Po jemi ende live, do t'i dëgjojmë bashkë, por derisa ajo i thret një nga një dhe i lut një nga një, si ju duket kjo lutje? Përpjekje tjetër? Përpjekje, për duket që Sharaki kjo përmendje emra për shkak se është përdorur edhe herën e kaluar, kështu që nuk është se deputet nuk e dinë rolin e tyre që u takon si pjesë e kuvendit të Republikës së Kosovës, por që pra është bërë qartë se pse ata nuk po marrin pjesë në seancë, dhe kjo përshihet se është vetëm sa për të konsumuar më shumë kohë dhe për ta shtyrë, po deri në moment e fundit kur s'ka dhënë edhe afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit. Tash nuk e di çfarë forme tjetër ka mbet, vetëm nëse veç kështu pak edhe shakonës ju dërgohen edhe thirrje prej policisë se shkojnë i ftojnë secilin në shtëpi apo edhe në kafene, siç e tha njëra prej deputetëve që deputetëve të pushtetit që po qëndrojnë tashmë, pra nuk është se nuk i dinë detyrat dhe përgjegjësitë e tyre deputet, por është themi vendim i tyre politik, vendim i subjekteve politike, i partive opozitare, që ato konsiderojnë se kanë janë të drejtën e tyre që të mos marrin pjesë dhe të mos e krijojnë korrumin për zgjedhjen e presidentit. Dhe pra po them se kjo bëhet më shumë vetëm për të blerë kohë dhe nuk është se mund të bindet nëse një deputet i thirrë ose i tregon se cili është roli i tij ose fton në seancë. Dihet se seancat janë zyrtare, kur thirrën është rendi i ditës, subjektet e kanë marrë rendin e ditës, e dinë se për çfarë po diskutohet, por që kjo është më shumë që të themi të blihet edhe pak kohë dhe në një formë të mbahet edhe opinioni pak në tension kështu me këto seanca. A gjithsa mos t'ju bëj, i kërkoj opozitës mos t'i bëj presion kandidatëve që të tërhiqen, por që të vinë dhe të qëndrojnë në sallë siç e kanë sërish e përmendi obligim. Po, kjo është drejtë e kryetarës, pra kuvendet që t'i ftoj subjektet politike dhe të mos i bëjnë thirrje kandidatës së propozuar për presidentin që të tërhiqen nga gara, por është edhe drejtë edhe partive opozitare që po refuzojnë të marrin pjesë në seancë dhe ta formë t'i kërkojnë edhe kandidatës tashmë të propozuar nga ana lëvizjet e vendosje për të tërhequr nga gara për presidentin. Pra është në fund është që ta shpesh e përmenden është sovrane, pra janë qytetarët ata që vendosin se kush ka pasur të drejtë. Po gjithë kjo që tashmë po bëhet, mendoj se është vetëm për luftë, për narrativ se kush është fajtori pse po shkojmë në zgjedhjet e reja, dhe edhe nga deklarimi i hershëm i zonës Mullahogja se po ndërtohet ai themi diskutimi ku tashmë po qëndron rreth figurës së propozuar të kandidatës për presidentin që nuk kontestohet prej askujt, por që pra një forme tentohet të hidhet faj sepse opozita nuk po merr pjesë, që ata po e cilësojnë si kandidate pavarësisht pra
profilit të kandidatë, po e cilësojnë si kandidatët të imponuar nga partia në pushtet dhe që nuk ka ardhur si rezultat ose si derivat i marrëveshjes ose i diskutimeve që kam pasur deri me tani e që ato i shpallën të mbyllura pra diskutimet me lëvizjen vetëvendosje pas atyre takimeve të fundit që i patëm. I paraqit për fjalë. Po shkojmë sërish në kuvend të shohim se a do të ketë një shtyrje tjetër, pra një ftesë tjetër që deputetët të vinë më vonë, deputetët e opozitës, apo do të vazhdohet me këtë seancë? Poštovana predsjednice Skupštine, poštovani premijeru, poštovani vladin kabinet, poštovane kolege poslanici. Danas kad biramo predsjednika Republike, želim da uputim otvoren i iskren poziv kolegama iz opozicije da se vrate u ovu salu i uzmu učešću rade Skupštine. Posebno želim da pozovem i predstavnike Srpske liste da se vrate u ovu salu i uzmu učešće i glasaju. Institucije postoje upravo zbog toga, zbog dijaloga i različitih mišljenja. Bez opozicije demokratski proces jeste formalno moguć, ali suštinski nije potpun. Građani koji su vam dali poverenje očekuju da njihov glas bude prisutan ovde. Kao predstavnik nevećinskih zajednica i deo vladajuće većine, verujem da snaga demokratije leži u učešću, a ne u odsustvu. Razlike među nama su legitimne, ali bojkot ne rešava nijedno pitanje, samo produbljuje jaz. Zato vas danas pozivam, vratite se u Skupštinu, budite deo odluke i zajedno pokažimo političku zrelost, odgovornost prema građanima koje predstavljamo. Jer Kosovo ide napred samo onda kad svi učestvujemo. Jer prazne stolice ne mogu braniti interese građana. To mogu samo oni koji imaju hrabrosti da budu ovde. Hvala. Faleminderit, i nderuar deputet. Të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës, kabinet qeveritar, në këto rrethana, pra për shkak të mungesës së opozitës dhe gjithnjë duke u përpjekur që t'i kemi ata në seancën për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës, edhe për shkak të obligimeve kushtetuese, por edhe për shkak të interesit publik. Unë po ju njoftoj që kjo seancë vazhdon sot në orën 19. Edhe një herë, mediat të cilat janë të pranishme me mirëkuptim, i kërkoj që të mos pengojnë zhvillimin e seancës, jeni këtu për të raportuar qytetarët e Republikës së Kosovës, pra për interesin publik, por të mos ndikohen nga diskutimet tona. Deputet, shihemi në orën 19 dhe i bëj lutje opozitës që të jenë të pranishëm në atë seancë. Po e shojmë, mund vazhdojmë të jemi me pamje duke u shpërndar edhe një përpjekje tjetër që pritet të vazhdojnë në orën 19. Natyrisht gazetarët reaguan sepse ata po raportojnë që nga dje, uroj që shumë prej tyre dhe do ndrohen për gazetarët dhe gjithë qytetarët nga gjitha këto zhvillimet janë lodhur paksa. Nëse ne në këtë përpjekje në orës 19 mendoni që do të jetë kjo që ndodhi sërish një ftesë një nga një, apo mund të ketë ndryshime sepse i kemi nëse shë 4 orë deri atëherë. Nuk pres që të kënda një ndryshim të tjetë, pra skenari një të vinë sërish deputet e partisë në pushtet dhe partnerët e koalicionit bashkë me minoritetin jo serbe, dhe do të vazhdojnë do është ta njëjtë, por që dallimi vetëm është se veç do tjetë ajtë TikTok-u i fundit deri në ora 12 kur dhe s'ka dënë afati, dhe nuk pres që pra partitë opozitare mund të shfaqen e sonë, do është ta mund të kemi konferencat të sërishme të radhës nga ana partive opozitare një forme edhe për t'ju kundërvën këtyre deklaratave që përshojnë ko pas kohë të deputetve të partisë në pushtet, për ta sqaruar se një forme si që dash po bëhet dhe luft, pra se kush është fajtori, kush do të jetë fajtori për zgjedhjet e reja, dhe do të cilën andaj ka kuvende, por që nuk pres që opozita do t'i përgjigjet pra në momentet e fundit thirrjes së kryetares së kuvendet për të marrë pjesë
në këtë seancë për zgjedhjen e presidentit dhe që do ta kemi pra edhe këtë zhvillim, le të themi që do të jetë i njëjtë, ndryshimi mund të jetë nëse veç do të vendoset të shkohet pra pas gjithë këtyre tentativave në momentet e fundit vendoset që të zhvillohen edhe ato votimet që duhen zhvilluar për zgjedhjen e presidentit në mungesë të kuorumit të domosdoshëm prej të deputetëve, pra kjo është le të themi pritja vetme që ende nuk dihet nëse më sa poshtë nuk është se ka pasur ndonjë deklarat nga ana e zyrtarëve të partisë në pushtet, nëse do të pavarësisht mungesës opozite do të konsumohen pra këto raunde të votimit për zgjedhjen e presidentes së re, përndryshe do të shkojnë edhe ky afat dhe do të shkojmë në zgjedhjet e reja, nëse pra nuk zgjedhet presidenti, për shkak se nëse kemi zgjedhje, do të kemi votim, atëherë rasti mund të përfundojë në gjykatën kushtetuese dhe për shkak të rëndësisë së çështjes mund ta kemi një masë të përkohshme nga ana e gjykatës kushtetuese deri në vendosjen meritore të rastit. E dëgjuam edhe deputetin në gjuhën serbe që përveç kryetares së kuvendit edhe ai bëri ftesë që të jenë deputetët në sallë dhe të mos ilen karrigët bosh, pra edhe një ftesë tjetër që të shkohet në këtë seancë. Po, është sigurisht një ftesë që është ngjashme me atë që po e bën kryetarja e kuvendit, që ndoshta ka subjekte pra edhe nga minoritetet që nuk ju konvenon edhe mbajtja e zgjedhjeve të reja të jashtëzakonshme për shkak të rezultateve që mund të kenë dhe për shkak le të themi të kësaj pakënaqësisë dhe masës kritike që shtohet ose për shkak të frustrimit që mund ta kenë edhe qytetarët sa i përket situatës dhe sa i përket pra qëndrimit të partive politike ndaj institucioneve të reja ku qoftë shumica shqiptare, por edhe komunitetet jo shumicë mund ta vlerësojnë që çka nëse ata po votojnë, pra po dalin, po ju përgjigjen thirrjet e partive politike, por janë partitë politike jo përgjegjëse, pra që nuk po përkthejnë atë mandat që qytetarët ju kanë dhënë me zgjedhjen e institucioneve të reja dhe me shmangjen e zgjedhjeve të reja. Pra sigurisht se partitë mendojnë edhe këtë aspektin e elektoratit se si mund të dalin ato nëse veç kemi kaq shpesh zgjedhje të rregullta, po më zgjedhje të jashtëzakonshme dhe fundja ka edhe shumë deputet, kjo vlen për shumicën shqiptare, pra që edhe investojnë pra në veten e tyre, pra shpenzojnë para për